ekziston një farë shqetësimi ose frike sa i përket bërjes së mamës, pasi shumica e vendeve e kanë hequr nga ato protokollet që i kanë për detektimin e kancerit gjirit. A ka diçka të vërtetë te kjo? Ka diçka të rrezikshme sepse shoh shumë diskutime mes grave, nëse duhet bëhet ose jo. Dhe sa herë duhet bëhet? Ne mite kemi kështu, legjenda urbane mite kemi shumë. Edhe kjo është njëjtë edhe si në kohën e Covidit, edhe kështu pikërisht ekspert të lëmive të artit, ashtu dalën krye ekspert në lëminë e mjekësisë ose të sportit, dilnin për vakcina, dinin shumë, do të thonë që ishte magnit se ti shohësh për nga gjithë të njohuri, do të thonë. Dolëm në atë që bota mira vite më parë ka hekur atë dilemë, sot ditësojt kende njerëz i tharë se bota është e rrafsht. Pra kështu gjëra ka shumë, po një shtet serios pasi e bën mamografin, do të thonë i fton gratë e kësaj grup moshe që të bëjnë një mamografi të rregullt, për arsye se sëmundja e kancerit gjirit ka një barë për sistemin shëndetësor. Është një term që përdoret si burden of disease, ku ajo shndrohet në vlerë numerike në shpenzime se sa i kushton një shtetit. Që në kupton sa do kushtoje nëse kanceri i gjirit, themi, marrim një rast të imagjinar, zbulohet në një fazë të avancuar metastatik. Edhe intervenimet do jenë më shtrenjta, terapia që do përdoret, ai e llogarit, do të thonë një dozë e kësaj kushton $5,000, kjo do duhet marr, ku ta di, 8 doza ose seanca të kimioterapisë do kushtojë ka 5.000, 40.000, intervenimi kirurgjik që të bëhet, ose ai paliativ që të duhet bëhet për të lehtësuar dhimbjet kësaj na kushton kaq. Gjatë gjithë kësaj periudhe që kjo do ketë jetë, domethënë ku disa janë sa kaq muaj ose ashtu, kjo do mungojë nga puna, dikush duhet t'ia paguajë rrogën kësaj, dikush do duhet kujdeset, një familjar pa i përdu kujdeset për këtë do humb jajve nga orari i punës, dhe krejt e bëjnë atë çmimin tamam dhe themi burden e shndruar në para e kancerit është mund të jetë diku disa $100,000. Dhe mandej lind pyetja, po sa kushton ta parandalojmë këtë mos vinë tek këto shpenzime? Po kushton një mamografi, sa është $70, themi, te ne është ma lirë. Po pater hajt ta bëjmë këtë, se që ka shumë ma lirë t'japish $70 se sa t'japish $300,000 ose $400,000. Më kupton? Kështu që këtë luks të mos e bëjnë screeningun për ta zbuluar herët sëmundjes, nuk e di se shtetet do mund t'i afronin vetveten. Shtetet e zhvilluara nuk e bëjnë. Do të thonë mund ta bëjnë një shtet i pandërgjegjshëm, për atë e thon fukaraja gjithmonë e paguan më shtrenjtë.